Pitbullo. Mos u mërzit se I fitova 45.000 euro Pitbullo. 45.000 euro. Pak më të pagjoz do dalim të Pitbull. Mas 45.000 euro Pitbull. Tu s'kemi prapë në finale. Presim vërshëllim në funit që më na bën në një gjokë të anglese, se këta janë pa parashikush. Edhe I qikë Pitbullo. Të janë neshje zjarë të janë neshje ku vendosët fati. Po. Është minuta e 100. Presimi I Mesit, ka vjetur topin, kanë tjetër mundësi tani, Leo Messi. Nuk kërkon citohet, kërkon të fitoj sa më shumë kohë, ajo është më e rëndësishme se sa të shkojë gol sot. Leo Messi, mes Koncës dhe Elliot Anderson, Björn Lloyd, Ismael El Fat. Minuta e 101. Bjorn ende të luhet Atlanta. Gjysmë finale e dytë. Që po kjo harrën me ra bilbilit dyqtare, jo Pitbull. Enzo Fernandez e largon me aq sa mundet jashtë. Rivëni nga vjenësore, arbitri shikon përsëri kronometrin. Ka përshtypjen të lërë do 30 sekonda. Kaloi arbitri. Pra dele portieri anglez më sot me që boqë. Harroj me ra bilbilit dhe. Birë se 25.000 euro rëqyp. Goli një më të rëndësishme e ka njerëzit padyshim. Një nga më të rëndësishmit. Finale e Kupës Botës futet në ndeshje si zvendësues synon me kohë një gol të rëndësishëm. Argentina! Fitum Pitbullo. Fitum parat pak më të finalen se fitum parat I kapëm. Fantastik Messi në Argentina, fantastik.